Kush ka luajtur këto lojra ka kaluar një fëmijëri shumë të bukur. Të gjithë neve fëmijët e viteve 90 që nuk ishim telefona, të rinim gjithë ditën me telefonët dorë, loznim disa lojra duke që të kalonim kohën e lirë. Një nga këto lojrat ishte kjo këtu, që neve e quanim stretch nga zona tonë, e di që në zonat të tjera e thoni ndryshe dhe do më bëni në komente se si e thoni këtë lojë. Luaj me 3 gur të zi dhe 3 të bardhë, edhe kush i vinte në vizë, i pari gurët, ishte ai që fitonte lojën. Shumë lojë e bukur për të gjithë neve. Pastaj lojrat të tjera që loznim atëherë ishte hapa dollapa, ngriva shkriva, topa djeksi. Kështu e kalonim kohën e lirë, edhe ishim vërtet fëmijë të lumtur, sado që kishim pak atëherë, po prapë ishim të lumtur. Sot fëmijët mund të kenë më shumë gjëra, më shumë materiale, por puna është se nuk e di a janë aq të lumtur duke kaluar me orë të tëra nëpër telefona. Juve çfarë lojra lozin kur ishi fëmijë?